Unë tashmë i kam. Fjalët që Zoti pret. Të dashur miq, mirë se vini në këtë video ku do të flasim për një temë që na preokupon të gjithëve, si t'i kërkojmë gjërat që dëshirojmë me të vërtet nga universi, nga Zoti, nga forca hyjnore. Sot do të zhytemi thellë në një këndvështrim shpirtëror dhe psikologjik që ndryshon plotësisht mënyrën se si ne i kërkojmë paratë, suksesin, shëndetin, dashurinë, madje edhe fitimin e llotarisë. Kjo nuk është një video me magji të lirë apo premtime false. Ky është një udhëtim i sinqert drejt ndryshimit të brendshëm. Do të shpjegojmë pse lutjet e zakonshme shpesh dështojnë dhe çfarë duhet të bëjmë ndryshe. Qëndroni deri në fund sepse në fund do të keni një ritual praktik që mund ta aplikoni menjëherë. Le të fillojmë. 1. Ndryshimi i qëndrimit shpirtëror. Miqtë e mi, çdo gjë fillon nga brenda. Kur ne lutemi përpara për një fitim të madh në llotari ose për çfarëdo dëshire tjetër, shumicën e herëve e bëjmë nga një vend i dëshpërimit. Dhe ja ku qëndron problemi i madh, kur jemi të dëshpëruar, trupi ynë prodhon hormonin e stresit, kortizolin. Ky hormon është si një mur i trash midis nesh dhe rrjedhës hyjnore. Ai bllokon sinjalet, bllokon intuitën, bllokon mundësitë. Truri ynë hyn në modalitetin luftë ose ike dhe ne bëhemi të verbër ndaj shenjave që na jep universi. Imagjinoni një moment, një njeri që lutet çdo natë me lot në sy, o Zot, më jep para, më shpëton nga borxhet. Lutja vjen nga frika. Frika është energji e ulët. Ajo tërheq më shumë frikë. Ndërsa besimi është energji e lartë. Ai tërheq bekime, prandaj hapi i parë është të ndryshosh qëndrimin shpirtëror. Ndaloni së kërkuari si një i uritur që troket në derë. Filloni të kërkoni si dikush që tashmë është i ftuar në tryezën e bollëkut. Ky nuk është mashtrim i vetes. Ky është rreshtim me të vërtetën hyjnore që thotë: ju jeni fëmijë të mi të dashur dhe meritoni të jetoni në bollëk. Kur luteni nga dëshpërimi, ju po i thoni universit: unë nuk e kam atë që më duhet. Kur luteni nga besimi, ju po thoni: unë jam gati ta marr atë që më takon. Diferenca është enorme. Njëra bllokon, tjera hap derën. 2-3 fjalët magjike, unë tashmë i kam dhe fuqia e emunas. Tani vim të thelbi i mesazhit. Oratori thotë se çelësi nuk është të lutemi për diçka që do të vijë nesër, por të besojmë se ajo është tashmë e jona, unë tashmë i kam. Këto 3 fjalë kanë fuqi transformuese. Pse? Sepse ato e çojnë mendjen nga e ardhmja në të tashmen. Dhe Zoti, universi, forca hyjnore, ato veprojnë vetëm në të tashmen. Këtu hyn koncepti i bukur hebraik emuna. Emuna nuk është thjesht besim. Emuna është të qëndrosh i palkundur në atë që është, edhe kur sytë e trupit nuk e shohin ende. Është si të dish që dielli lind çdo mëngjes, edhe kur nata është e errët. Ti nuk e sheh, por e di, kur thua unë tashmë i kam paratë që më duhen, ti nuk po gënjen. Ti po e afirmosh realitetin shpirtëror përpara se ai të shfaqet në botën fizike. Kjo është saktësisht si një fermer që mbjell fare në tokë dhe pastaj pret me durim. Ai nuk e gërmon tokën çdo ditë për të parë nëse ka dalë bima. Ai e di që fara po punon. Shumë njerëz thonë: po si mund të them unë tashmë i kam kur llogaria është bosh? Pikërisht aty është provë e besimit të vërtetë. Nëse e thua vetëm kur e sheh, atëherë nuk është besim, është konstatim. Besimi është të thuash kur nuk e sheh ende: le ta përsërisim bashk, unë tashmë i kam bollëkun. Unë tashmë jam i bekuar. Unë tashmë jetoj në mirësi hyjnore. Ndjeni këtë në zemër. Jo vetëm me mendje. Me të gjithë qenien tuaj. 3. Ritual i praktik para se të blini biletën. Tani do t'ju jap një ritual të thjeshtë por shumë të fuqishëm që mund ta bëni çdo herë para se të blini biletë llotarie, para se të bëni një investim, para se të kërkoni një mundësi të re. Hapi i parë, pragu. Para se të hyni në dyqan, ndaluni te dera. Dyert janë hapësira të shenjta. Ato simbolizojnë kalimin nga një gjendje në tjetrën. Qëndroni aty për disa sekonda.
Mbyllni sytë nëse mundeni. Lëreni botën e jashtme mënjan. Hapi i dytë, frymëmarrja e shenjtë. Merrni frymë thellë me hund për 4 sekonda. Mbajeni frymën për 2 sekonda. Pastaj nxirreni ngadalë me gojë për 6 sekonda. Përsëriteni këtë 3 herë. Kjo teknikë e thjesht shqetëson sistemin nervor, ul kortizolin dhe ju sjell në gjendje pranueshmërie. Trupi juaj tani është i gatshëm të marrë. Hapi i tretë, dora mbi zemër. Vendoseni dorën e djathtë butësisht mbi zemrën tuaj. Zemra është seli e besimit dhe e dashurisë. Duke e prekur atë, ju po i thoni vetes, unë jam i sigurt. Unë jam i dashur. Unë jam gati. Hapi i katërt, deklarata e fuqishme. Me zë ose në heshtje, thoni këto fjalë me ndjenjë të thellë, unë tashmë i kam. Faleminderit. 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 Mirënjohja është prova më e madhe e besimit. Kur thua faleminderit për diçka që ende nuk e sheh, ti po e deklaron se e di që ajo është në rrugë e sipër. Bëjeni këtë ritual me plot ndërgjegje. Mos u nxito. Mos e bëni mekanikisht. Bëjeni si një akt të shenjtë midis jush dhe Zotit. 4. Mesazhi moral dhe çfarë mund të presim në të vërtetë. Miqtë e mi, dua të jem shumë i sinqert me ju. Ky ritual nuk ju garanton që do të fitoni jackpotin e llotarisë nesër. Kushto që ju thot të kundërtën, po ju gënjen. Por ajo që ju garanton është diçka shumë më e vlefshme, paqe të brendshme, rreshtim hyjnor dhe një gjendje ku ju ecni brenda bekimit, jo jashtë duke e parë me ankth. Në vend që të jetoni me kur do të vi, ju filloni të jetoni me tashmë është këtu. Dhe kur je në këtë gjendje, universi fillon të dërgojë mundësi të reja, njerëz të duhur, ide të papritura, zgjidhje që nuk i kishit menduar kurrë. Fitimi mund të vijë si një shumë e madhe, por mund të vijë edhe si një mundësi biznesi, një punë më e mirë, një trashëgimi e papritur, një bisedë që ndryshon jetën tuaj. Bekimi ka shumë forma. Mos e kufizoni Zotin në një bilet llotarie. Përfundim. Të dashur miq, sot kemi mësuar të kalojmë nga jashtë bekimit në të qenit brenda ti. Nga dëshpërimi në besim. Nga më jep në faleminderit, unë tashmë i kam, filloni ta praktikoni këtë sot. Bëjeni ritualin. Përsëriteni deklaratën çdo ditë. Dhe mbi të gjitha, jetoni me mirënjohje. Nëse kjo video ju preku, mos harroni të lini një like, të shkruani në komente unë tashmë i kam dhe të ndani me dikë që ka nevojë për këtë mesazh. Ju falenderoj që ishit këtu. Zoti ju bekoft ju dhe të dashurit tuaj. Ne jemi krijuar për të jetuar në bollëk, në paqe dhe në gëzim. Shihemi në videon tjetër. Bamirësi dhe dritë për të gjithë.